Në Prishtinë është promovuar numri i tretë i revistës Ekuilibër, një projekt që synon promovimin e dijes, kulturës dhe mendimit kritik. Aktiviteti është organizuar nga Forumi Rinor Rahovica në Preshev. Me mua bashkë në studio është udhëheci i Forumit Rinor Rahovica, Leutrim Aslani. Zotri Aslani, përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do thotë është një revistë numri i tretë i saj, i cila si revistë ka gjetë mbështetje në përvazhdimin si projekt, duke cilësuar atë si një kontribut të rëndësishëm për kulturën, arsimin dhe edukimin e brezave të rinj. Sapo është promovuar numri i tretë i kësaj revisteje, çfarë përfaqëson ky numër dhe cili është mesazhi kryesor që dëshironi të përcjellni? Faleminderit. Atëherë edhe njerë ndihem shumë i lumtur dhe i privilegjuar që janë mesin tuaj në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Revista Ekuilibër, siç e theksut edhe ju, sapo ka dalë numri i tretë ka 2 javë, edhe është një prej numrave kisha me qujtë më cilësor deri më tani, jo pse ata numrat e mëhershëm kanë qenë nivelit ullt, edhe ato e kanë pasur ndikimin e vet edhe rëndësinë edhe e kanë akoma, po ky numër për shkak edhe numrit më të madh të autorëve, ku edhe shumica autorëve janë profesorë universitarë, ligjërojnë në universitetet të ndryshme në Prishtinë, Tiranë dhe Maqedoninë e Veriut. Prandaj është një numër, kisha me thonë, që kemi punuar gjatë në të. Jemi marrë kryesisht me tematika të ndryshme nga jeta kulturore, edukative, sociale, tema nga filozofia, psikologjia, sociologjia, drejtësia, religioni. Jemi mundu me bëj një miks të temave dhe kryesisht përfaqëson edhe idetë e organizatës sonë. Që organizata forumi, siç e theksut, pranë programin e tij e mbështet në 3 shtylla kryesore, që janë edukimi, kultura dhe humanizmi, që mendoj se këto janë 3 vlera që i mbajnë ekuilibrat e një shoqërie. Si lindi ideja për krijimin e revistës dhe cilat janë synimet afatgjata të këtij projekti, nëse më ta quajmë? Meqense revista për momentin është periodike, revistë arsimore, kulturore, humanitare, për shkak se jepet falës, edhe pse neve na kushton botimi, pagesa autorëve me honorar të ndryshëm, promovimi në qytete të ndryshme, dizajneri, këta këto janë gjëra që kushtojnë, po në fund ditës jepet falas. Nuk ka një benefit, nuk është biznes apo ku ta diun në aspektin material, edhe është periodike. Domethënë kur organizata është e arsyeshme, apo kur organizata i ka kushtet për ta botu, e nxjerr në botim. Ideja ka ardhur kështu, ne fillimisht vitin 2018 e kemi nxjerr numrin e parë dhe ka ardhur ideja që gjysma të jenë shkrime të ndryshme nga kultura, nga shkenca kështu me radhë, gjysma tjetër të jenë botuar aktivitetet njëvjeçare të organizatës. Po në numrin e dytë pastaj i kemi hequr aktivitetet si lloj buletini, nuk i kemi bë, po kemi shku vetëm me tematika të ndryshme, me mendimin që të jetë vetëm revistë kulturore, revistë që i shërben dijes, progresit, zhvillimit, emancipimit e kështu me radhë. Dhe kështu domosdoshmë kemi vazhduar tash me numrin e tretë në këtë vit 2026. Ndërsa ajo me buletin, nëse jemi gjallë shëndosh, padyshim se në fund të mandatit tim si drejtues, jam në mandatin e dytë, do të botohen gjitha aktivitetet e organizatës, që janë mbi 300 aktivitete të ndryshme vullnetare nga fusha edukimit, kulturës dhe humanizmit. Zotri Aslani, pse mendoni se promovimi i leximit, dijes dhe mendimit kritik është më i rëndësishëm se kurrë në shoqërinë tonë? Është më i rëndësishëm se kurrë për shkak se edhe teknologjitë digjitale kanë bërë vetën, ChatGPT-ja ka bërë punën e vet, inteligjenca artificiale, dhe ne mendojmë se shoqëria vetëm me dije që e merr në universitete, në shkolla, në libra, në revista kështu me radhë, mundet me ecë përpara. Për shembull, nëse i referohemi edhe gjitha kulturave të tjera, për shembull meditimi budist, filozofia stoike, urtësia sufiste, të gjitha këto në kultura të ndryshme e kanë qëllim që nëpërmes dijes, meditimit, nëpërmes kulturës ta edukojnë shpirtin njerëzor. Prandaj shpirti njerëzor edukohet vetëm me dije, me kulturë. Këto janë gjëra që nuk kanë çmim, kisha me thonë, dhe është fatkeqësi për shembull kur shohim njerëz, sidomos të rinj ku vazhdimisht rrin larg leximit, larg diturisë, larg universiteteve, larg shkollimit e kështu me radhë, nëse neve dojmë të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, një familje të shëndosh, një gjenerat të ardhë, patjetër se duhet investimi në edukim dhe investimi në dije. Dhe kjo është një kontribut joni modest, që unë kisha dashur me falënderuar Zotin edhe gjithë mbështetësit, autorët, donatorët, të gjithë ata që mbështeten qoftë edhe me një fjalë të mirë, që na ndihmuan për ta nxjerrë në dritë
këtë botim për shkak se kjo revistë ka një historik specifik që ndoshta në raste të caktuara edhe mundemi me theksu. Meqense në revistë trajtohen tema të ndryshme, çfarë kriterësh ndiqni në përzgjedhjen e autorëve dhe temave që votohen? Po natyrisht se për zgjedhja e autorëve, këtu për shembull kemi 17 autorë dhe unë me një editorial jomi 18. Për shembull nëse e marrim një pasqyrë këtu zakonisht mbrapa i qesim autorët, i postojmë fotografitë, edhe pse fotografitë e autorëve postohen edhe këtu në fillim të artikullit. Për shembull ne kemi autorë të nivelit shumë të lartë, për shembull zotri Kim Mehmeti, që është një prej autorëve të spikatur në treva shqiptare, pastaj profesor doktor Milazim Krasniqi nga Prishtina, pastaj profesor doktor Musa Musaj, Nexhmedin Spahiu, zonja Rreze Shkodra, Besarta Fazliu, profesor doktor Ferit Selimi, Flora Masurica, etj. Tash mos të hin hak dikujt, po kriteret për të qenë pjesë e revistës natyrisht se ne s'mund të përfshim lloj-lloj autori. Autorët janë përzgjedh në mënyrën më specifike dhe shumica prej këtyre autorëve janë bashkëpunëtorë tanë që kemi bashkëpunuar edhe në të kaluarën. Dhe as pak nuk ka qenë e vështirë për me bëj një marrëveshje me këta autorë, për shkak se edhe miqësitë që i ceka, edhe bashkëpunimin tonë në të kaluarën e kam pranuar ftesën me shumë kënaqësi, edhe na kemi qenë shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e autorëve. Nuk mjafton vetëm me shkru, po duhet ditur çfarë po shkruan dhe kush po shkruan dhe mënyra se si i qaset një tematike të caktuar. Si e vlerësoni interesimin e të rinjve për leximin dhe angazhimin në jetën kulturore? Interesimi i të rinjve kisha me thonë pa dasht me fy, ka të rinj që lexojnë. Po e vë theksin Preshev, meqense vini prej atje. Po kisha me folën përgjithësi, jo vetëm për Preshev, po për shembull interesimi i të rinjve në jetën kulturore kisha me thonë është me perioda. Nga njerë ka vullnet më shumë varësisht edhe prej situatave, nga njerë për shembull bie niveli interesimi kodin, po ne duhet jemi gjithmonë ata që përdorim apo gjejmë mekanizma për t'i motivu të rinj. Sidomos për shembull ku sot materializmi është në nivelin shumë të lartë, edhe kur e krahasoj veten apo gjeneratën tonë që shpeshherë kemi bërë aktivitete, jo shpeshherë, po shumë herë, pa pagesë, sot të rinjt e sodit në rend të parë shumica, nuk po them për gjithë, ka përjashtime gjithmonë, në rend të parë e kalkulojnë një interes material, një honorar apo një pagesë, pastaj futen në një aktivitet. Për mendimin tim nuk është e pashëndetshme kjo, po jo gjithmonë interesi material duhet jetë i pari për të shërbyer shoqërisë në forma apo mënyra të ndryshme. Unë mendoj se duhet të forcohet kjo, edhe më shumë të investojë më shumë që të rinjt të kyçen edhe më shumë në jetën kulturore, sociale, edhe ta japin kontributin sepse i riu apo e reja ka një potencial, ka një energji më shumë se gjeneratat e tjera apo mosha e tretë. Përveç revistës Ekuilibër, cilat janë aktivitetet kryesore që i zhvillon forumi? Forumi tash 8 vite e gjysmë ka realizuar mbi 300 projekte. Ne për shembull në arkivin ton, në backgroundin e organizatës kemi aktivitete që për shembull kemi bë familje me kulm mbi kokë. Kur them kemi bë, nuk kemi bë na, organizimi i ka bë popullata, diaspora, bizneset, njerëzit e vullnetit mirë, kemi për shembull mbi 300 aktivitete mbrapa vetes edhe ajo më bën mundi shumë i lumtur, shumë krenar, shumë dinjitoz. Aktivitetet e forumit janë në ato 3 shtylla që i ceka, në edukim, në kulturë, në humanizëm. Realisht dorën zemër, ne këto 2 vitet e fundit apo 3 vitet e fundit më shumë jemi marrë me edukim edhe me kulturë, ku kemi organizuar shumë trajnime të ndryshme me tematika të ndryshme, seminare të ndryshme, tribuna, botime si fletushka, revista, kështu me radhë ligjëratat, mexhlise të ndryshme, ku jemi mundu që nëpërmes dijes edhe edukimit të rinjt e tanë t'i pavarësojmë apo t'ja japim mendimet, opinionet që ata ta organizojnë jetën në mënyrën më të mirë të mundshme me atë dituri që e marrin në aktivitetet tona. Siç thotë një proverb që e kam thënë disa herë, mësoja njeriu të peshkimin. Mos e peshkun e gatshëm që ai pasaj bëhet pasiv. Mësoja peshkimin që ai të organizojë jetën në mënyrën më të mirë të mundshme, prandaj edhe jo se humanizmi është i pavlerë, po këto 2 vitet e fundit, meqense vitet e para të organizatës të themelimit, kemi bërë më shumë në humanizëm. Për shembull kemi mjeku njerëz, kemi bërë familje me kulm mbi kokë, kemi ndihmuar raste të ndryshme sociale me theks veçantë nënave të shqyse apo fëmijë jetim që i quajmë na kështu me radhë. Tash më shumë me edukim dhe kulturë dhe uroj që të vazhdojmë kështu, të japim kontributin tonë. Po ata të rinj të cilët dëshirojnë të shkruajnë, të hulumtojnë dhe të kontribuojnë në jetën akademike dhe kulturore,
Çfarë mesazhi do t'u jepni atyre? Po të jap një detaj se tani në promovim që e patëm në Prishtinë, në Swiss Diamond, unë kisha me vete një grup nga Presheva që janë një grup i nxënësve të përzgjedhur, nxënës nga shkolla e mesme, shumica maturant tash priten me fillu studimet në universitet. Ata më dha një ide se ta themelojmë një revistë tjetër ku vetëm të rinjt mund të shkruaj. Dhe kjo ide ishte shumë brillante, shumë diçka e veçantë dhe e prita me shumë kënaqësi, për shkak se pse mos ta kemi edhe një revistë tjetër ku shkruajnë vetëm moshat 15, 16, 17 deri 18 vjet apo edhe 20 vjet, ku ata ta shpalosin talentin e tyre. Unë mendoj se kemi shumë të rinj që shkruajnë, vetëm se duhet mu marr dikush me ta edhe mi dhon motiv pak më tepër. Sepse nganjëherë një fjalë mirë, një kompliment shumë i vogël apo një wow sa bukur e ke bë, mund të jetë një diçka, një shtys, një sebeb që themi ne, shumë i fuqishëm për atë person. Për shembull, unë do ta ndaj këtu një histori, ndoshta minutazhi është pak i shkurtë edhe mos marr kohë shumë. Një mik i imi tregonte se në shkollë të mesme kam qenë nxënës mesatar. Kam kaluar me notën mirë, që i bie 3. Dhe kishim një hartim, thot ai, me një temë caktuar, unë shkruajta as gjysfaqe dhe në fund e shkruva si në hajgare, nuk di të shkruaj më tepër. Dhe orën që vinte e prita profesorin të më qortonte, por ai më tha shumë bukur që e ke pranuar realitetin. Po nga sot e tutje ne do të punojmë bashkë dhe ti do shkruash më mirë. Dhe që aty thot fillova shkruaj më tepër dhe sot ndoshta shkruaj më mirë se gjithë ata shokët dhe shoqet që kanë qenë në klasë. Prandaj nganjëherë një motiv shumë i vogël, një fjalë ndoshta që neve na duket shumë e thjeshtë, mund të jetë një ndryshim shumë i madh për dikë. Po, çfarë mund të presim prej revistës Ekuilibër, cilat janë planet tuaja, a mund të presim projekte të reja në të ardhmen? Po, revista Ekuilibër ka synimin kryesor që të vazhdon me botime të reja. Dëshira ime për momentin është që ky numër apo ky projekt, i cili është një projekt madhor, është një projekt që merr edhe kohë për botim, të paktën të botohet një herë në 6 muaj apo edhe më mirë do të ishte një herë në 3 muaj, që brenda vitit ne të kemi 4 numra. Jo kështu të presim 2 vite, 3 vite e ta nxjerrim një numër, edhe pse unë e thash që është revistë periodike, po në qoftë se nuk mungon mbështetja institucionale dhe unë i thras institucionet që kanë për obligim na mbështet neve që merremi me kulturë, me edukim dhe me humanizëm, që ta mbështesin këtë projekt në mënyrë që neve çdo 3 muaj t'i afrojmë lexuesve tanë diçka të re. Edhe mendoj se ja vlen. Me siguri se ja vlen, sidomos në këtë kohë kur nuk kemi gazeta, numri revistave ka rënë, me siguri se do të gjeni për krahjen. Faleminderit. Zotri Asmani, më intereson edhe diçka. Po forumin rinor, pse e quajtët Rahovica? Kemi ne këtu në Kosovë një Rahovic. Po, në Ferizaj. Po, në Ferizaj. Po pse në Preshevë? Po, për shkak se ne kur e kemi themeluar organizatën, kemi themeluar vetëm për vendin ton, për Rahovicën. Dhe në atë kohë ka qenë një vullnet shumë i madh, shumë të rinj janë antarsu, tash për fat keq apo për fat mirë të tyre koha do ta vlerësoj, ata shumica kanë dalë në Gjermani, në Zvicër jetojnë, po kontaktet janë dhe vitin e mujt e parë ne jemi fokusuar vetëm në Rahovicë të veprojmë, me edukim, kulturë dhe humanizëm. Por me rritjen e kapaciteteve tona ne për një kohë shumë shkurt, për 3-4 muaj e kemi pasë, kemi aftësi, edhe mundësi, edhe vullnet, edhe kapacitet të dalim jashtë kufijve të Rahovicës në gjithë territorin e Luginës Preshevës. Pastaj pas 3 muajve e kemi bërë një familje me Kulm Bikok, që nuk është nga Rahovica, është nga një vend tjetër malor, dhe pastaj pas një viti e kemi pasë, kemi kapacitet të veprojmë në gjithë shqiptarinë. Dhe jo rastësisht sot jemi në Prishtinë, e promovojmë edhe revistën në Prishtinë, edhe kemi bërë aktivitete të ndryshme në Tiranë, në Shkup, në gjitha trojet shqiptare ku flitet edhe këndohet shqip. Rahovica, domethënë, vjen prej vendbanimit ton apo vendlindjes ton, Rahovica që është një prej vendeve më antike dhe më të vjetra në Luginë të Preshevës. Çka e bën ata antike? E bën antike, për shembull, në Rahovicë kemi Kacipupin. Ajo është një opidum tardan, është një gjys është guri artificial, gjys është kala. Bile në numrin e parafundit kemi pas në kopertinë Kacipupin, në këtë numër kemi kalan e Preshevës, që aty janë gjetë edhe varreza, edhe enë të keramikës e kështu me radhë, e bën të veçantë. Ne jemi gjithë një brum, nuk duhet ta specifikoj ne jemi më të mirë apo më të këqij. Lugina Preshevës, shqiptaria përgjithësi është unik, një brum. Mirë po, sipas historianëve dhe arkeologëve është një prej vendbanimeve më të vjetra në Luginë Preshevës dhe kemi dashur të identifikohemi me këtë emër.
edhe është tek e fundit vendlindja jonë, pse jo. Kryesisht edhe 90% edhe të aktiviteteve, edhe të antarëve, edhe të donacioneve na vijnë neve nga Rovica. 10% kemi edhe nga vendet e tjera. Zotëria Aslani, ju jetoni edhe veproni në Preshev. Sa sfiduese është mbash gjallë iniciativa kulturore dhe botuese në një mjedis ku shqiptarët përballen me shumë vështirësi? Është shumë sfiduese. Është shumë sfiduese për shkak se ja unë vetëm një shembull po e marr. Këto muajt e fundit qeveria e Kosovës ndajti një fond për luginën e Preshevës në vlerë prej 4 milionë eurove. Ajo ishte për bujqësi, blegtori, organizatave qeveritare e tjerë. Meqense ne jemi organizacion qeveritare, ne konkurum me këtë projekt për ta botu. Dhe ne fituam projektin. Unë i thash autorëve filloni të shkruani, autorët dërguan tema, po në ndërkohë qeveria serbisi ka refuzuar mjetët. Dhe imagjino sa është sfiduese ti ki si drejtuesi i organizatës, i ki 17 tema, autorët i kanë dërguar temat, projektin e ke fitu, mirë po mjetët janë kthyer mbrapa në Kosovë. Imagjinoni cili duhet jetë ankthi apo derti apo ku e diun i një drejtuesit të organizatës. Kjo është vetëm një prej sfidave, prej 100 sfidave që na ndodhin. Edhe pastaj ne jemi detyruar të organizohemi vullnetarisht me mjete vullnetare, nga bizneset, diaspora, për t'i paguar autorët me honorar, për t'a paguar botimin, promovimet që do të mbahen në Tiranë apo në ndonjë vend tjetër të Shqipërisë, në Maqedoninë të Veriut e kështu me radhë. Domthonë është tepër sfiduese për shkak se edhe mbështetja institucionale nga Shqipëria dhe nga Kosova është shumë minimale. Prandaj unë kisha dashur me ju drejtu qeverisë të Kosovës, edhe Shqipërisë, ju lutem na mos bëni ajgare dhe mos bëni politik me qytetarët e komunës Preshevës, po qeveria e Kosovës edhe me theks veçantë, edhe ajo e Shqipërisë, meqense e ka dhënë kushtetut që t'i mbron drejtat e shqiptarëve kudo që janë në gjithë botën, të ndërtojnë politikat të mirëfillta dhe ta mbajnë atë vend me plot dinjitet siç i takon çdo njeriu në botë. Ju vini nga një komunitet që përballet me sfida të shumta, siç e thatë edhe ju. Çfarë ju motivon të vazhdoni të investoni në kulturë dhe dije? Na motivon, po flas për veti, të qenurit besimtar. Të qenurit besimtar i Zotit na motivon me kontribu pa prit një feedback nga askush. Prandaj nëse thot një proverb kështu, niveli më i lartë shpirtëror i njeriu është kur e mbjell një pemë, e mbjell një fidan dhe e din se kur nuk ka me pushu në hijen e tij. Domthon kontribon pa prit diçka materiale. Kjo është ajo sepse ne e presim shpërblimin tek e fundit te Zoti. Njerëzit a din a nuk e din, neve nuk na intereson, prandaj edhe thot një fjalë, nëse nisesh me bën një mirësi dikund, të një individ apo të një komunitet, në rend parë duhesh me qenë i përgatitur për mosmirnjohje. Domthon je i përgatitur për mosmirnjohje, e din qëllimin ton pse pe bën edhe vazhdo tutje. Kjo është ajo që na mban gjallë neve. Edhe një mesazh për të rinjt shqiptar në Preshev, a ndërlidhet edhe me atë pjesën Bujanovc Medveç, Po sigurisht. që ndoshta ndihen të pasigurt për të ardhmen e tyre atje. Ju them vetëm veproni mirë, mendoni mirë, bëni pozitivitet, sepse çka do të mbjell atë edhe e korr. Vetëm vepra e mirë i sjell lumturi njeriut, i sjell progres, i sjell emancipim, i sjell diçka që nuk ka vlerë monetare që mund ta paguajë kënaqësinë shpirtërore. Unë shpresoj që nuk kam harruar diçka për t'ju pyetur, nëse keni diçka, zotëria Aslani mund na e thoni. Faleminderit shumë që Se jemi në fund bisedës. Po, unë e vlerësoj shumë që në Prishtinë gjithmonë kemi dyert hapura dhe kjo është hera e dytë që jam në Radio Kosova këto 5 vitet e fundit. Ju falenderoj përzemërsisht për interesimin që keni edhe për ftesën që na keni bë. Mesazhi im është që të jemi sa më shumë të unifikum, të bashkum, të adojmë njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin në fusha të ndryshme, të lojmë anash urrejtjet, hatërmbetjet, keqkuptimet, paragjykimet, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për dije, kemi nevojë për emancipim, në mënyrë që edhe ne si shtete të zhvilluara të shkojmë te para dhe të ndërtojmë të ardhmen sa më të mirë për vete, po edhe për brezat, për fëmijët e tanë që po vinë pas neve. Të nderuar miq, bashkëbiseduam me zotrin Leutrim Aslanin, drejtues i Forumit Rinor Rahovica, njëherët edhe themelues i revistës Ekuilibër. Ju faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve.